Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në e-klasa, bashkë me mua, Kanarina Azizi, do të ndjekim lëndën e informatikës. Çfarë do të mësojmë sot? Sot do të mësojmë për strukturat përsëritëse në Scratch. Cili është qëllimi i përdorimit të tyre, cilët janë ato struktura dhe disa shembuj praktik. Ne këtu kemi marrë një shembull tek i cili vizatojmë duke pastruar në fillim ekranin, marrim lapsin për vizatim, caktojmë vendin ku do të filloj të vizatoj në figura, caktojmë madhësinë e lapsit, ngjyrën e lapsit dhe fillojmë të vizatojmë. Lëvizim për 120, kthehemi për 90 shkallë, përsëri lëvizim për 120, kthehemi për 90, të njëjtën këto e përsërim 4 herë. Do të thotë që ne këtu kemi instruksione të cilët na përsëriten, të cilat janë move 120 dhe 90 shkallë. Ky program vizaton katrorin. Tash, nëpërmjet strukturave përsëritëse, ne mundemi këtë ta ndryshojmë. Çfarë bëjnë këto struktura përsëritëse? Do me thënë, gjatë shkrimit të kodeve të programeve të ndryshme, shpesh ndodh që disa instruksione të pjesë të kodit të përsëritet disa herë. Nëpërmjet strukturave përsëritëse, mundësohet shkurtimi i kodit burimor, programi duket më i qartë dhe kursehet kohë. Por, cilat janë këto struktura? Strukturat përsëritëse në Scratch janë struktura përsëritëse me numër të caktuar të hapave, që është repeat, struktura përsëritëse pa numër të caktuar të hapave, që është forever, dhe struktura përsëritëse me deri në plotësim të kushtit, që është repeat until. Përdorimi i strukturës repeat. Kodin e njëjtë të shkruar në strukturën radhitëse për vizatimin e katrorit, ne duke përdorur strukturën repeat, çfarë bëjmë? Përmjet strukturës repeat, ne këto hapat, domethënë të cilat i kemi shkruar 4 herë, nuk kanë nevojë të shkruhet përsëri, por duke përdorur repeat 4, ne e shkruajmë një herë dhe ajo vetë programi i përsërit dhe e vizaton katrorin. Detyrë. Tash të ndryshojmë kodin e programit që vizaton katrorit, ashtu që të vizatohet gjashtkëndshi me ngjyrë të ndryshme të brinjeve. Shkojmë tek Scratch dhe do të vizatojmë gjashtkëndshi. Ne këtu kemi marrur flamurin, kemi marrur kemi pastruar hapësirën, dhe pastaj marrim lapsin, vendosim, caktojmë pozitën ku do të filloj të vizatoj, madhësinë e lapsit dhe e kemi për katrorin. Domethënë, nëse ekzekutojmë, ne kemi katrorin. Tash, si do ta ndryshojmë këtë programin e katrorit, ashtu që të formojmë gjashtkëndëshin. Do të thotë që gjashtkëndëshi ka 6 brinjë dhe duhet të kodin 120 hapa të përsëritet për 6 herë. Por, sa duhet tjetë këndi që duhet të kthehet figura ashtu që të formohet gjashtkëndëshi? 360-ën e pjestojmë me 6 dhe formojmë 60 shkallë. Kjo ndodh për të gjithë llojet e shumëkëndshave. Do të thënë, pjestohet numri 360 me numrin e këndeve të cilët duam të vizatojmë ne. Tash e shtypim flamurin dhe shihni që ne kemi formuar një gjashtkëndësh. Siç e shihni, kjo pjesa ne nuk na duket mirë, prandaj këtë pjesën instruksioni go to XY e përdorim që të shohim pamjen më të qartë. Dhe në rastin ton, këtë ne duhet ta në lëvizim më lart, duke e ndryshuar vlerën e y-nit. Për shembull, në rastin tonë ta bëjmë 34 dhe do të shihni që ne kemi pozicionin më lart dhe duket i gjithë gjashtkëndshëm.
Por në detyrë kërkoheshte gjithashtu edhe që secila brinjë të ketë ngjyrën përkatëse. Kjo si bëhet duke e ndryshuar ngjyrën e lapsit, change pen color. Dhe vendosim tek pjesa e cila do të përsëritet, për shkak se për secilën në brinjë do të ngjyrë tjetër. Që të duket ndryshimi më i madh, ne do të shkruajmë vlerën 220 dhe me klikim të plëmur e shihni që kemi një gjashtë me ku secila brinjë ka ngjyrën e vet të ndryshme. Vazhdoj. Tek struktura forever. Çfarë është struktura forever? Ne e cekëm më herët, sepse struktura forever ka të bëjë me përsëritjen e vazhdueshme derisa në programi ekzekutohet. Do të thonë, derisa skripta ekzekutohet, kjo do të përsëritet. Çfarë bën programi? Siç e shihni, është vizatuar me ngjyrave të ylberit. Kjo si është vizatuar duke lëvizur sipas treguesit të mausit. Do të thonë, duke siç e lëvizim në mausin, ashtu dhe do të vizatohet duke e ndryshuar lapsin me ngjyrën e lapsit me 10. Struktura përsëritëse ku duhet të plotësohet kushti. Kemi një shembull te i cili ne çfarë bëhet? Përpunojmë programin i cili do të numërojë deri në 20 duke filluar nga 1. Në radhë të parë, ne për ta ekzekutuar këtë program, duhet që të krijojmë një ndryshore dhe të cilës të i japim vlerën 1. Do të përsërisim derisa ndryshorja nuk është më e madhe se 20. Do të thonë, kur do të bëhet ndryshorja 21, programi nuk do të ekzekutohet. Kështu që në fillim ne kemi 1, figura do të thotë 1, pastaj me ndryshim me nga 1 do të fillojmë 2, 3 deri në numrin 20. Ky program nëpërmjet repeat until do të na numëroj prej te 1 deri tek 20. Kemi një detyrë ku programin e njëjtë që kishim me numërim duhet ta ndryshojmë ashtu që figura të numëroj me nga 5, duke filluar prej numrit 5 deri në 50. Si dhe pas çdo numërimi të ndryshohet efekti i ngjyrës së figurës. Shkojmë tek pjesa e Scratch-it dhe ja ku e kemi programin të cilin ne na numëron me nga 1. Është me ekzekutojmë edhe një herë, si qua shpjegova, fillon një 1, 2, 3 deri në 20. Nuk kemi në 8, 9, 10, 11, 12, deri në 20. Dhe kur do të bëhet në 20, figura nuk do të numërojë më. Tash, ne këtë program duhet të ndryshojmë ashtu që vlera të fillojë për të numrin 5 dhe të numërojë me nga 5 hapa. Në fillim flamurin, krijojmë një ndryshore, cilën do ta emërojmë si A, dhe cila do të vlej për të gjitha figurat. Tash e vendosim vlerën e A-s, do të fillojmë për numrit 5. Dhe tash duhet të përsërisim këtë
derisa të plotësohet kushti. Domethënë nuk e përdor repeat until vlerën kushti është më i madh se 50 dhe duhet vendosim variablën a-ja është më e madhe se 50. Tash figura duhet ta thot numri dhe ky numër duhet të ndryshoj për 5. Ok, vendosur 5, si dhe të ndryshohet ngjyra e figurës, duke e ndryshuar change color effect by 25. Ky është kodi i cili na duhet për ta numëruar prej në 5 deri në 50 duke filluar nga 5 hapa. Do thotë fillojmë 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 25, 50. Do thotë pas kësaj në skripta ose programe nuk të ekzekutohet më, për shkak se këtu thonë do të përsëritin derisa vlera të jetë më e madhe se 50. Në rastin tonë është 55 dhe nuk do të përsëriten më instruksionet të cilat i kemi shkruar brenda strukturës repeat. Çfarë mësuam sot? Sot mësuam për strukturat përsëritëse, të cilat janë repeat, forever dhe repeat until. Cili është dallimi në mes këtyre tre strukturave? Struktura përsëritëse repeat përsërit hapat me numër të caktuar të hapave. Forever përsërit përgjithmonë derisa programi ekzekutohet dhe repeat until përsërit derisa nuk plotësohet kushti. Në momentin që plotësohet kushti, skripta nuk do të ekzekutohet. Në shfundi i kësaj ore mësimore, uroj dhe besoj se i keni kuptuar përse përdoren strukturat përsëritëse. Unë ju uroj mësim të këndshëm, gjithë të mirat, pafshim.